Festa është e zymë përderisa një pjesë ata të cilët janë shkaktarë kësaj feste janë në hagë. S'kena mund të ketë bashkë me shtëru vetë, pak do të me hjek. Bisha, unë ty ka gjithë ditë rrinë televizor. Inshallah, në bo doaja ka bull, në vinë shpe, të familja vetë, të shëshnija. Ma e keqe që ka mund të në ndodhe neve si popull. Po se por edhe e që ku sa bukën e kemi umër bashkë. Masim ka ku, këm ka zavëncu mund. Zë ma keqe, o ba, në ka rrugë, ka thonë, dajnë fukaroja hjekë. Po apet salamet ka me dali drejti, del salamet bëtë. Përshëndetje për krejt, jemi në shishën e Prishtinës pak para fillimit të protestës, drejtësi jo politikë që mbahet për kërkimin e lirimit të krerëve të UÇK-s, të cilët po gjykohen pa drejtësisht nga gjykata speciale. Kështu që tash po shohim që edhe pse është borë njerëz s'ka shumë, hajde po këshirëm po folim me dikone dhe pja urojmë edhe festën edhe pipysim se me kën kanë ardhur në protestë. Jena me Ibrahim Unjokun, pe kësaj uniforme, pe kuptoj që je shushtari i UÇK-s. Po, edhe në Valet e Luftës. Edhe në Valet e Luftës, urime fillimisht dita e pavarësisë, ditën për cilën keni luftu krejt. Gjithashtu urime edhe juve, e shëndet e gjithat mirat i sholla. Qysh qa kështë po të shef më konë ndryshe sot kjo ditë? Sot ndryshe, ti shkona që më thotë që ka dreve selja ata që po më bojnë pa drejtësisht në më festu bashkë, u konë pak ma... Pak ma mirë? Po, pak ma mirë, që më së më bojnë pa drejtësit. Në cëllën zonë ke luftu ti? Unë jam konën në zonën brigada diverzantëve shgus pranë shtobit përgjithshëm, në Gryk Caralevës. Gryk Caralevës. Po. Prova e mirë, keqë është, parahaj. Ja, juri, në juri. Balë të në zonë, veç pak. Apo nga kalëzën sot po duket e drejt gjykata speciale të e morë parasysh që ka lyp 45 vjetë prokuroria me i dënu krerë të luftës. Po, aja ditë që është e pa drejtë, se gjykata o formu për t'i dërsan. Për shpit verdhe, për argoneve, që ana kanë rrotlu pak, o tanë. Po, kam i bon i forti, mësë s'kena mund të ketë bashkë me shtëru vetë, pak do të me hjek. Falemderit shumë. Gjithashtu, urime edhe një artestën, kalem sa më mirë. Ta shqena me dë burra prej Tetovës. A më në erdhët? Erdhëm. Jena me? Emrin që po dhe? Unë jam Kujtimi. Kujtimi edhe? Edhe Shefetini. A erdhët me qef sot, a erdhët me mërzi? Me gjithë qef kemi ardhë. Nuk ka marrë edhe gjumi prej qefit kur dhe vije dita të vim. Mas pari urime pavarësin. Urime gjithashtu edhe për ju. Urime edhe për juve edhe pse nuk jeni në Kosovë, jeni në Maqedoni, po... Jemi një, si Jemi një. Kosovë, si Maqedoni, jemi një. Apo nga kalëzën cëla u konë arsyeja që ka orësët, a për pavarësi, a për protest? Po, bashkëra dhe protesta në ditën e pavarësisë, bashkë. I ra edhe ma mirë. I ra ma mirë, po qëllimi kryesor për protestën këtë jenë. Për protestën. Apo nga tregon që shponijesh kur pishef që prokuroria po kërkon 45 vjetë burg për krerë të UÇK-s? Pa e, ma e keqe që ka mund të në ndodhe neve si popull. Ma e keqe? Ma e keqe. Parat, s'kam koment. Që shpeshe këtë kërkesën e prokurorisë për mi dënu me 45 vjetë? Një është e pa drejt për qëllimtarët tonë, ata nuk e meritojnë këtë dënim. Nuk e meritojnë? Nuk e meritojnë këtë dënim. Falemderit shumë. Ata janë për ne, dhe me thonë, që e për ne, për gjithë shqiptarët. Do më thonë ti e shek këtë dënim për keq shqiptarët? Po, për gjithë shqiptarët. Falemderit. Ashtu e shoh. Në konvestrimin tim, kështu e shoh. Falemderit shumë. Falemderit edhe ju. Urime edhe një artistën. Urime edhe ju. Përshëndetje, mas pari po duke shumë bukur, urime festën, për kajt nga kjo orësët. Jam për Mitrovice, për Drenice jam për Prekozi, por Mitrovice banej. Për Drenice për Prekozi, sot kjo ardhë për me protestu. Po. Qysh po duket shumë mirë, do të me dalë tonë për shlirimin e tymve, në roha ta sa të gëzojmë lirin. Qysh po duket kërkesa e prokurorisë për 45 vjetë? Nuk është e pa drejt. Na nuk ina shku në Sërbi me luftu, po në vend të unin. Janë gabim krejt. A pret që me u liru këta? Po, gjithsesi. Sa ma shpejti. Qysh po duket që gjykata nuk pimerë për prokuroria, nuk pimerë për shumë zbaza keq. dhe Klarkin edhe Rubinin edhe... O shumë kesh. Dohet sa ma shpejt mu liru shlirimtarë. Falemderit shumë. Hajde ju përshëndet. Hajde kaleu shumë mirë. Për kajt nga kjo orësët? Për fshatit bajnë komuna Malësheves. A u lodha, pritova? Jo s'pritova, hes që marrë me këtë mundeti, s'ka kom mundësi në temë. Pse kjo orësët? Për pikë qepit ku morë, se që ta erona, që jonë atje jem kom bashkë. Je kom bashkë? Po, vëlloh. Me cilën je kom bashkë? Me tonin gjë që ta. Një gjë? Me Hashim Thoshin e Kadrivesenin edhe
Jo, edhe Jakupin po, Edhe edhe Regjën po që pori, edhe Ecën. Ku sa bukën e kemi hongër bashkë. E ke hongër bashkë me Leqën. Po, Kur pishe atje pikamerës, qysh po do? Unë folë që ka i ka dhaj, po s'ka vitë unë. Vallaj, pishe, unë ty ka gjithë ditë rritë televizor. Do i këshyrë. Këshyrë edhe telefonin, po televizionin. Qysh po do këtë kë kërkesa e prokurorisë për 45 Por ata vjetë? është kesh shumë. Një prokurori, bon vakile na pimorëm do pja tjeshit. S'po dojmë me... Po thu, ka edhe këtë që s'po dojnë, a? Që si rneki po morëm, pja tjeshit. Falenderit shumë, inshallah lirohen e urime festën. Falenderit se për juve, urime dhe juve. Mbojt protesta për kërkimin, për lirimin e 4 çlirimtarëve tonë, për shohmi këtu, edhe pse këto kushte të borës, është një numër shumë i madh, e po i sheni edhe në kulm të teatrit, kështu që hajde këshyro me morën dikën me këshyro se qa kanë me na thonë. Jena me humanistin Halil Kastrati, po sot jeve shtu qytetari thjesht në protesta. Gjithë qytetari thjesht. Apo na i kallëzën këto duksin edhe që ka të shkrume. Drejtësi jo politik. Halil apo na tregon qysh e po këtë kërkesën e prokurorisë për 45 vite për kjo. Unë mendoj që shumë shpejt do të kemi në liri çlirimtarët tonë, edhe prandaj jemi edhe sot. Amen inshallah. Qysh peshe këtë festë sot? Apo do këtë e mangë? Festa është e zymë përderisa një pjesë ata të cilët janë shkaktarë kësaj feste janë në hak. Shpresojmë që festën e ardhshme, vitin e ardhshëm, festën e pavarësisë ta festojmë bashkë me ta. Inshallah të Zoti e festojmë. Edhe ne pyetje për fundit. Qysh po do këtë kjo protestë që edhe në këtë bord njerëz nuk po ndalen? Bereqet që e mirë, kështu që popullata jonë gjithmonë e ka tregu veten, nuk ka kthyer shi i borë kur është dashur, është mbush sheshi. Falderit shumë, Allah s'përblem. Jena me vllon e dëshmori që ai Krasniqi, qyshia e mirë. Mirë, faleminderit. Edhe me shtëri me festën. Faleminderit. Edhe apo na tregon me këngë sot këtu. Kom marrë me familje, me shoqen, me djem, me shoqni, me shumë kemi ardhur disa kjerë të organizume, kemi ardhur me protestu kundër padrejtësive që po bëhen për krejt e ushtrisë ligjore të Kosovës. Halil Kastrati më herët na tha, tu e po tën këta njerëz kanë ardhur në këtë bord, edhe bura me bereqet, edhe kanë mu lirua, pret edhe ti që kjo bord më konë me bereqet. Unë besoj se çdo shqiptar që e din luftën e pastër të ushtrisë ligjore i pret që më ardh vëllezërit tonë krejt e luftës më ardh fitimtar në vendet të veta edhe të lirum sa më shpejt. Amen inshallah. Shpresoj. Çish po doket kjo festë sot? Shumë e mirë, shumë e mirë. Është ditë e pavarësisë, ditë zimi, po edhe pak edhe e mërzitshme, pak na kanë mërzit pak çashtu, pak na kanë mërzit, po shpresoj që do të gëzohemi shpejt, do të gëzohemi shpejt. Fesën tjetër me prit komplet. Inshallah, Faleminderit shumë, Allah është problem. Jena me 2 vëllezër, 2 veteranë të ÇK-s. Urime fesën fillimisht. Faleminderit, urime dhe juve. Apo na kallëzoni në cilën zonë keni luftu më spori? Unë jam brigadën 60 pranë shtabit përgjithshëm. Edhe? Brigada 121. A nuk keni kun bashkë, a? Masi më plagu, ky më ka zavendësu mu. Masi e plagu, ky ka zavendësu. Apo na tregon për çka keni dalë sot edhe çysh po ju doket kjo protestë? Protesta ka qenë është protestë shumë me qëllim me vend. Për ndryshe, edhe na nuk jemi të lirë në rast se ata si janë të i majtë patërësisht. Edhe ju nuk jeni të lirë? Nuk jemi të lirë, fare. Për ndryshë na, do të me ditë vetë populli si që ka kemi hekë, që kemi vujtë. Ta shti, do me thonë na, pa të quhëm, do me thonë kësi okupus. A i ka ardhë dhe na ka okupu në vendin tonë, trollen tonë. Ku do të shkojmë na për vatonë tonë? Ku do ikëm? Por ata nuk jemi të knaqë. A prit një lirem të krerëve të ÇK-s? Presëm pa dyshim si po, shumë shpejt. Kjo është pa drejtësi. Jemi të pafajshëm. Çish ju do kjo kërkesa prokurorisë për 45 vite e burgim? Absolute, shumë e pa drejtë. Shumë e pa drejtë. Inshallah festën tjetër kena me festu bashkë, edhe kena me ka më koni festë me përmbushur. Allah është problem, faleminderit shumë. Ti po doke shumë bukur, mas pari, edhe urime festën, apo na tregon pse kjo orë sot këtu?
e kemi obligim si qytetarë dhe moral me ardhë, me protestu për ata që janë hogë, se shkaku i tyne edhe jemi të lirësët. Apo na tregon për i ka kjo ardhë dhe me kënë kjo ardhë? Prej Prishtinës, Prej ti e Prishtinës, jam ardhë me familjarë. Me kejtë familjarë. Qysh po jo doket sot protesta të po që edhe kjo borës dhe munol heq? Shumë mirë, edhe ka pas daljet mjaftueshme, po besoj po edhe me dal krejt Kosova, po besoj që nuk është mjaftueshëm për ata që janë në hogë me dalë, se e meritojnë edhe ata me konë të lirë, si kur na që jemi të lirë, sa të egzojmë lirin. Qyshtu do kjo kërkesa e prokurorisë për 25 vite burgim për krerë të UÇK-s? Mu bëm do këtë ofendim, po besoj edhe krejt popullet që e besojnë që është lufta e drejt, ju kish do kënjejt. Faleminderit shumë. Po do kështë shumë mirë, mas mirë sot. Po ma mirë spriti jone tash. Ti kajt kjo ardhë? Unë jam pe komunës Suarekës, shati Maqitev. Maqitev? Maqitev shati. Urime fejsën mas pari. Faleminderit. So vjeti ke bo? 81. 81, me kënë kjo ardhë sot? Të marrë me një shatë, që kushtë. Vesh me qatë shoki, no? Hajde shoki, hajde. Vesh me qatë. Hajde. Hajde edhe ti. Jo 2 vetë ardhë ta? Po. Me shka ardhë? Me autobus. Na kemi edhe kërrin tonë, së një groj kërrit. So vjeti kiti? I kamën 75 vjetë. Pak ma i risë kjo, a? Unë kum punuën përëndim, e tash jam penzioner përëndimit, edhe i groj kërrit. Tirë që ta pi hekni na jerë? Ju. Unë i kam pehën e tonë. Kur si heka? Ky mësjarë pe penzi i kam. Apo na kalëzën që shponish në këtë fest pa krerë të UÇK-s? Wallahi bëllisht, besa të zotin. Po patë më vullnet me ardhe, na me ashtu një 2 vetë më shtu që të me këtë shoqin. Inshallah, në bo doaja ka bull, na vinë shpe, të familja vetë, të shëshnia. Kini bo dhe doa? Se krejt kanë kontribu, ata, na, edhe. Gjumon e folëm çdo gjumon. Këtë gjumon kemi bo doan në orë ata të familja. Amen, inshallah, Allah ja pranon. Që shpjo dogo që gjikata apo do në mi dënu 45 vjetë? Pa dhe kjo hajgore, se shmullu të këmatë. Kur po sa bashtë. Po dojnë sa me vokishe, me zë ma keqë. Me zë ma keqë, o ba, në kanë rokë, kanë thonë, dajnë fukaroja hjekë. Po apet salamet ka me dali drejti del salamet batë. Amen, inshallah. Inshallah i pritëm sa ma frikë. Allah ju shpërbleft. Tonë lisha. Kalu të shimirë. Ditën e mirë. Faleminderit shumë, ha. Të rritnera. Për të mirë. Hajde ditën e mirë.